Miqtë mi, mirë se vini, jemi sërish në këtë të enjte në podcast, me një të ftuar shumë interesant. Në fakt të gjithë java e shkuar ka qenë kryefjalë, emri i tij është përmendur shumë në Shkodër sepse i ka dhuruar qytetit prej vitesh tashmë një festival të filmit. Është Ekrani i Artit që është prodhimi i tij, por gjithashtu Art House është shtëpia e tij e artit, cilën ja ka dhuruar qytetit të Shkodrës, dhe besoj e keni kuptuar se për kë bëhet fjalë. Kam kënaqësinë e veçantë ta kem sonte në studio Adrian Pacin. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Kënaqësitë ju kemi në Shkodër, por edhe në RTS Shkodra. Shkëndësi për mua. Ekrani i Artit ka qenë një javë të tërë pothuajse në qytetin e Shkodrës, ka sjellë shumë emocione, shumë artist, shumë krijimtar të filmit dhe që kanë përcjell idetë e tyre në këtë qytet duke bërë më aktive dhe më të gjallë jetën artistike. Ekrani i Artit është në edicionin e 9, pra ka 9 vite që ndodh në Shkodër. Është një festival që e kena fillu unë me ti me shoqe, me Melisën, si thash 9 vite më përpara, duke bashkëpunuar me një festival fiorentin, Lo Schermo dell'Arte. Dhe në fakt Ekrani i Artit është përkthimi fjalë për fjalë i emrit të festivalit Firences. Na fillu vetëm me 6 filma dhe me një grup vogël video artit. Në 2 hapësina, në kinema atëherë, Kinema Millennium dhe në Art House. Dhe më vonë, vit mas vitit, festivali ashtë rrit, në edicionin e tij të tretë, kena lanë pak mas dorët kinemani cila me thënë drejtën në atë kohë ishte një gjendje shumë të keqe. Kena fillu projektimet në Teatrin Migjeni, kena projektu në oborret e shpive shkodrane, kena projektu në Art House patjetër, dhe kena fillu disa bashkëpunime me institucione të ndryshme të filmit, të artit bashkëkohor në Europë dhe më gjanë. Vit mas viti festivali ashtë rrit, ka disa vite që Teja Paci i me bi është pjesë e skuadrës festivalit dhe që nga viti kalum ajo është drejtori artistike. Këtë vit është viti i parë kur unë nuk jam pjesë e skuadrës festivalit, unë jam thjesht një spektator, por normalisht është një krijesë shumë e dashur për mua. Ajo lidhet me projektin e fondacionit Art House, që tashmë 11 vite më përpara kena filluar në Shkodër duke transformuar një shtëpi familjare në një qendër arti, duke ftuar artistë nga bota, duke ftuar njerëz nga bota e artit, dhe i vua ata në kontakt me skenën e artit shqiptar, me publikun, me artistë të rinj. Dhe në këtë mënyrë, si thosh, e kena kthy atë shtëpi në atë rrugicë të Shkodrës në një pikë mendojun referimit për skenën e artit në Shqipëni, por edhe për shumë figura që, si thosh, nga skena e artit botëror, kanë në Shqipëni dhe kanë gjetur aty, si thosh, strehen dhe vendin ku me komuniku me ambientin dhe publikun shqiptar. Jeni spektator, e thatë këtë vit, megjithatë besoj me zemër ka një lloj përfshirje edhe nga ana e ideve dhe nga ana e mendimeve që keni ndarë me vajzën tuaj. Edhe spektatori është gjithmonë një unë mendoj besoj te spektatori aktiv. Më tepër në rastin e Ekranit të Artit për mua është, si thash, një krijesë shumë e dashur për mua, por dhe patjetër, si thosh, unë jam aty për kur më pyesin, jam aty për me dhënë. Çfarë impenjimi duhej për të sjellë një festival të filmit? Qoftë edhe tani që e përcjell Teja dhe drejton me shumë kënaqësi. Shiko, për me prodhu ato 5 ditë të një festivali të kësaj natyre ti duhet punosh pothuajse një vit. Pra ne sa po marrojmë festivalin, sa po marrojmë një edicion të festivalit, e duke punu për festivalin, duke mbyll ato ditë të festivalit, fillojmë dhe mendojmë se çka mund të bëjmë vitin tjetër ndryshe, çka mund të bëjmë më mirë, si mund të japim formë një dinamike tjetër të marrëdhënies me publikun. Kështu që puna sigurisht është një punë e gjatë, është një punë shumë impenjative, sepse nuk bëhet fjalë thjesht me zgjedh një grup filmash dhe me ia hedh tu shikuesit. Ne përpiqena me kuru mirë programin, me menu qysh në fillim një mesazh themelor, si thosh një shtyllë kurrizore të programit. E nga ana tjetër, më mendon se si kjo duhet pasunohet, se si kjo duhet të marrin
t'i bashkohet qytetit në hapësinat e qytetit, që të ketë një farë kuptimit se si ky produkt kulturor i ndërtuar në përbot, sepse kena regjizor nga shumë vende të botës, vjen në Shkodër, vjen në Shqipëni, i flet një publikut këtu, le një gjurmë, edhe si thosh një farë në një territor, me shpresin se avash, duke përdor edhe titullin e këtij edicioni të festivalit, aty mund të rritet, ajo farë mund të rritet, mund dalë një pemë. Kjo ka qenë ideja e avash, apo ndoshta edhe një mesazh i përgjithshëm i tjetuarit jetës, cilën po e vrapojmë çdo ditë? Po, është vërtet që ne si thosh jetojmë një kohë frenetike, ku nuk është thjesht lëvizja fizike e njerëzve, por është lëvizja e vëmendjes tonë. Ne jetojmë gjithmonë para disa imazheve që na sillen përpara syve në ekranin e vogël të telefonit, edhe përjetojmë botën me shpejtësinë e lëvizjes së atyre imazheve. Një kohë që nuk mund të ndërtosh një marrëdhënie pa i dhënë kohë asaj që ke përpara. Kështu që avash nuk është thjesht një slogan për ta marrë jetën ngadalë, po është një thirrje për t'i dhënë vëmendje gjanove. Sa vëmendje kanë marrë filmat, dokumentarët, materialet, ekspozitat të cilat janë pasqyruar shumë bukur në këtë festival të filmit këtë vit? Si thosh, marrëdhënia e një produkti kulturor si puna e këtij festivalit me publikun është një marrëdhënie që ka nevojë të verifikohet me kujdes. Gjithmonë është një marrëdhënie që ti tenton deri në minutën e fundit për ta ushqy, sepse normalisht një festival pa publikun nuk ka kuptim. Por nganjëherë është edhe ajo marrëdhënia që noll kur ti nuk e din. Unë sot dhe që vjen natyrshëm. Unë kujtoj që ti futesh në një sallë dhe atje janë disa, për shembull tek Francescan ne kemi çdo ditë një program i cili rinovohet me filma të ndryshëm, edhe është aty nga ora 11 deri në orën 6 pasdite. Pra ti mund të futesh në çdo orë dhe të shohësh filmin që po jepet. Ke një film. Pastaj mund dalësh, mund të kthehesh pak më vonë, mund të shohësh një film tjetër, sepse programi përshtritet në lup të vazhdueshëm. Dhe ti nuk e din kush është futur aty mbrapa, nuk e din çfarë reagimi, çfarë marrëdhënie ka pas individuale, sepse kjo është edhe e bukur e filmit dhe marrëdhënies në përgjithësi me veprën e artit. Jo sa është kolektive, është edhe individuale, është personale, ajo të prek personalisht. Ka një vend ku mund të lësh një shënim për impaktin që mund të ketë lënë një film, një material? Jo, kjo më duket nuk e kena menduar. Do të ishte shumë interesante, sidomos për pjesën e publikut që vjen po themi në mënyrë të pavarur, pa pasur një organizim të cilësuar mirë në detaje, dhe vjen aty, shijon filmin dhe ndoshta lë dy rreshta për atë që po jetoj. Kjo është edhe ajo që po flisim më përpara, që ne jetojmë në një moment komunikimit mediatik dhe shpeshherë komentet ti merr në Instagram apo në Facebook dhe jo në atë fitoren e dikush me të duhet thënë që ajo që ka tërhequr shumë vëmendje edhe tek të gjithë ata që kanë shkuar dhe kanë parë aktivitetet e ndryshme që janë organizuar rreth 5 ditëve radhazi në ekranin e artit, ka pasur shumë interes edhe jo vetëm filma, por edhe dokumentarët, ka pasur një dokumentar shumë të mirë në lidhje me kinematografinë në diktaturë, të tjera elemente të cilat kanë qenë shumë interesante. Po, ne kemi sjellë për herë të parë në Shkodër film Di Stato, që është një film prodhuar nga Instituti Luçe, por është një film i Enver Hoxhën. I punuar gjithë me materiale nga arkivi i shtetit, por edhe nga arkive të huaja. Roland Seku është regjizori i filmit ka sjellë. Është një film shumë i sofistikuar në një farë mënyrë dhe nuk është e lehtë bashkë me një figurë kaq brutale sa figura e diktatorit shqiptar, një film të sofistikuar. Po mendoj se Rolandi e ka zgjedhur shumë mirë duke marrë materialin e propagandës dhe duke mos e kthy në të kundërtën në kundër propagandë,
por duke e bërë atë nga një material që vjen si thosh duke bërtit para shikuesit, një material I cili e fton shikuesin me dyshu. E fton shikuesin me kuptu se diçka nuk shkon mërna ati entuziazm. Brenda asaj figure kaq ideale. Dhe gjitha sa që e rrethon atë figurën, sepse nuk është thjesht portreti I tij, është gjithmonë figura e tij në kontekstet historike ku ai ka jetu, në marrëdhëniet e ndryshme që Shqipëria ka pas me fuqi si Bashkimi Sovjetik, Kina, Jugoslavia, gjithë me makina propagandës, kjo tregon në një farë mënyrë të nxjerrë në pa edhe raportin gjithmonë shumë problematik të lirisë me pushtetin. Që ne kemi jetuar në Shqipëri, po gjithmonë është një marrëdhënie shumë aktive, nuk është diçka që I përket vetëm si shkumes. Çfarë tjetër ka pasur në sytë tuaj edhe si krijues I këtij festivali interesante këtë vit? Që mund ta veçojmë. Festivali vjen si një organizëm mjaft I pasur, pra ka filma, kemi një film nga Kiarostami, që është një regjisor shumë I famshëm, kemi dokumentar si filmi I hapjes me një artiste madhe libaneze Tel Adnan, të realizuar nga një regjisore amerikane. Por kemi edhe shumë filma të shkurtër, dhe ato kanë si thosh ngacmimin e vet që vinë me një notë më eksperimentale. Ashtu siç kena ekspozita të videoartit në Galerinë e Arteve në Shkodër, kena për shembull tek Auditori Francesca Kande kemi sjell për të disatën herë në Shkodër filma nga një fondacion në Rom, që më emrin Fondacioni In Between Art Film, që punon pikërisht në këtë ka përcjell mes filmit edhe artit. Që është në mes të dyjave. Dhe ka sjell tre filma shumë të mirë, por që janë filma që nga një herë shpesh ne I shohim në muze, në vend që t'i shohim në kinema. I shohim të ekspozuar në salla muzeale. Po ashtu, një risi këtë vit ka qenë prezenca e bareve. Pra, baret janë kafet në Shkodër, janë vende ku njerëzit shkojnë, rrinë, konsumojnë diçka, kalojnë kohën e tyre dhe zakonisht aty ka një monitor që ose transmeton lajme, ose muzikë, ose sport. Dhe kena ra dakord me ato njerëzit që menaxhojnë këto bare, që për disa orë në ditë aty të ketë vepra arti, të ketë interesante. Dhe si thosh patjetër ka një ngacmim tjetër për publikun. Pra, në përgjithësi ideja e festivalit Ekrani I Artit ka qenë kjo, që masi ne kishim hap Art House, kishim hap shtëpinë për kontributet nga bota e artit bashkëkohor dhe për publikun, ideja ishte që nëpërmjet festivalit ne të shkojmë, pra nuk mos mjaftohemi duke hap dyert e shtëpisë për të ftuar njerëzit në shtëpi, po ideja ishte që të shkojmë ne tek qyteti. Një gjatë tjetër që rikthehet, që është rikthy këtë vit, janë oborret. Marrëm ishin te familja Hoti me një program të përzgjedhur nga Dokufest, që është një festival shumë I mirë në Prizren, që është në festivalet më të mirë që bëhet në Europë, në farë. Dhe kishim një përzgjedhje me 3 filma nga Dokufest. Sonte do të jemi tek familja Haxhia me një film të Pier Paolo Pazolinit, të përzgjedhur nga një dyshe italiane, e cila pastaj bashkë me filmin do servirin edhe disa torta të gatuar me pastafat, që kanë lidhje me një motiv që është mërën tek filmi I Pazolinit. Pra, si thosh, programi është mjaft ka variacion, edhe mendoj që publiku në format të ndryshme e ka marrë mesazhin e tij, siç sigurisht janë edhe momentet muzikore të ekranit që ne kemi pasur në fillim. Ne kemi në 2019 për herë të parë, për shembull, kemi ftuar Shkodrën Elektronike në Shkodër, dhe ato kanë pas koncertin e parë në Shqipëri, e kanë pas në Shkodër, në 2019 në kuadrin e Ekranit të Artit, pikërisht tek Oborri I Arkës. Kolaca ishte prapë prezent në program me një ndërhyrje muzikore në piano, që
që ishte si thosh një sfond muzikor, një disa poezi që po recitoshin, do kemi Shpat Deden, do kemi Rubin Beqën dhe Albanimanin, pra si thosh ka gjithmonë janë ndërthurë shumë bukur të gjitha një elementet. Edhe muzikor, që është një moment si thosh ku njerëzit midhen dhe rrinë bashkë, pin diçka, flasin. E thatë shumë bukur pak më herët që qëllimi ka qenë të hapim dyert dhe ta çojmë artin tek njerëzit. Është ndoshta ky një koncept i përgjithshëm i kohëve ku ne jetojmë, pra kemi të nevojshme që artistët ta bërtasin atë që po bëjnë në mënyrë që të marrin vëmendjen, fatkeqësisht. Atëherë, arti, gjithë secili artist individualisht punon si thosh në studion e vet, punon në në habitatin e tij. Guackën e vet, po e quajmë. Mirë po, vepra e artit është gjithmonë një mirë publike, domethënë. Sepse gjuha është një mirë publike. Gjuha artit është një mirë publike. Gjuha nuk është një produkt individual, gjuha është një produkt kolektiv. Edhe arti është gjuhë, në fakt. E si e tillë ajo ka nevojë të komunikohet publikisht. Të jetë një akt publik. Por ngaherë në publik krijohen disa kode të caktuar të komunikimit dhe ajo gjuha shprehse që lind në brenda kërkimit, që lind brenda dëshirës për me rinovu vazhdimisht gjuhën, për me zbulu gjuhës mundësitë e reja të fshehura që ajo ka, jo gjithmonë gjen hapësinë në diskursin publik, i cili një farë mënyrë ndërtohet në bazën e klisheve, në bazën e sloganeve, në bazën e një lloj komunikimit të përgjithësuar që njerëzit si tu gjehen komod brenda këtij komunikimi. Që nevoja që me kriju hapësina të tilla, ku ato shprehjet e thella, ato shprehjet kreative, ato shprehjet e mushur me imagjinat, me fantazi, me nerv, me intensitet, të kriju me ndoshta edhe në ato guackat individuale brenda një studios si një artistit, të marrin hapësinë publike, të futen në diskursin publik, ta rinovojnë edhe gjuhën, pse jo, edhe gjuhën e komunikimit publik. Mendoj që kjo është detyra e gjithë atyre që bëjnë në mënyrë rolin e komunikuesit, jo të komunikuesit tesh, por rolin e këtij mediatorit mes veprës së artit që krijohet edhe publikut. Por këtë janë institucionet e artit. Kjo është detyra e institucioneve të artit. Të marrin dhe të gjurmojnë ku krijohet dhe atë krijim ja sjellin publikut. Ta bëjnë si thosh pjesë të. Kjo nuk ka të bëjë me bërtitjen. Unë nuk mendoj që ekrani i artit, për shembull, duke folur për ekranin e artit ose gjithë aktivitetet që na kena bë. Jo, e kam fjalën për artin në përgjithësi, që të marrë vëmendje. Vëmendja është si thosh në momenti kur arti ekspozohet, kur arti si thosh del nga ajo guacka dhe i afrohet publikut. Prandaj patjetër ka nevojë për një publik të vëmendshëm, një publik të ndjeshëm, një publik kurioz, një publik jo demel, që pret që t'i vinë në gojë, thosh ajo, një publik që e kërkon, që shtron pyetje, që mendon rreth asaj që shef. Që një farë mënyrë të bëhet gati bashkautor në interpretimin e veprës, sepse vepra nuk është gjithmonë një kontenitor i mbyllur ku autori hedh përmbajtjen dhe idetë e veta. Vepra është një gjenerues idesh, edhe për autorin vet. Autori shpeshherë surprizohet nga vepra. Duket sikur i gjithë qyteti i Shkodrës është vënë në funksion të ekranit të artit. Kanë hapur dyert të gjithë duke u bashkuar dhe duke e mirë pritur këtë iniciativë. Unë uroj që të jetë kështu, nuk e di sa është kështu, nuk e di se ç'ndodh në të vërtetë, po kështu është krijuar ideja. Një qytet është gjithmonë një mekanizëm shumë i madh, shumë kompleks dhe si thosh për fat që është i tillë. Ne jemi përpjek, si thosh, me i dhanë tonin qytetit në këto ditë, pak të jetës kulturore qytetit në këto ditë, dhe shpresoj që si thosh, qyteti ta ketë mirëprit këtë përpjekje tonë. Patjetër. Duhet të ndaleshim pak sa tek Art House, shtëpia e artit. Është një nisëm shumë e bukur edhe kjo, për cilën dua t'ju përgëzoj.
Dhe t'ju falenderoj, sepse nuk është pak që të hapësh dyert e shtëpisë tënde dhe ta kthesh atë në një qendër ku arti qëndron kaq bukur. Art House ka lind tashmë 11 vite më përpara, por si nevojë, si projekt ka lind sigurisht pak më herë. Çdo gjë para se të marrin formë. Është një ide që vjen e konceptuar, pastaj realizohet. Dhe kjo ide nuk ka lind si thosh në shtratin e ëndrave të buta dhe të bukur, por ka lind para një dileme, një dileme të fortë, sepse në rrugicën ku unë jam rrit dhe ku unë si thosh kam marrë ato marrëdhëniet e parë dhe me artin nëpërmjet prezencës të Timeti, Ferdinand Pacit, i cili kishte edhe studion aty te shtëpia. Në atë rrugicë me ato muret me gur lumit, edhe me oborret, me kopshtet, me lulet, me shtëpia dykaçe, fillun që këto shtëpia dhe këto oborret i lenin vendin shtyllave të betonit, gropave që hapeshin, pallateve që ngrihesin. Dhe dilema ishte kjo, çfarë do nolte me pellgun e shtëpisë tonë. Pra me atë shtëpi ku jetoja unë, me familja e Axhës, familja e Kushrinit, të Zefpacit, një shtëpi e vjetër e 1800-s së stilit otoman, që ishte aty prej shumë vitesh, më rrezikoi të llabroi një farë mënyrë nga prezenca e këtyre volumeve arkitektonike që njëkohësisht ishin edhe volume që prishnin jo vetëm në marrëdhëniet estetike, po edhe marrëdhëniet njerëzore, edhe marrëdhëniet shoqërore që ishin krijuar në një situatë të kësaj natyre. Dhe në këtë dilemë vendimi u mor si thosh familjarisht. Dhe në këtë pikë pra është edhe vendim që mori edhe me shoqja dhe vajzat e mia në atë kohë që ishin edhe të vogla, por gjithsesi jo aq vogla sa mos ishin pjesë e tavolinës diskutimit. Që ne nuk do jepnim si thosh shtëpinë për të bërë pallat, por ne do të vazhdonim dhe aty do të ndërtojmë një shtëpi tjetër, e cila do të vijë në marrëdhënie edhe më të ngushtë se sa ajo më përpashme me shtëpinë e vjetër të familjes. Dhe për këtë na erdhi një arkitekt shumë i mirë nga Milano, Filippo Taideli, i cili na propozoi zgjidhjen që t'i kthenim shtëpinë të pallatit, edhe t'i hapëshim me 2 krah fasadës së shtëpisë vjetër, nëpërmjet si thosh një zgjidhje me vetrata, ku shtëpia e vjetër pasqyrohet dhe shumë fishohet me këto vetrata. Në njërin anë, në njërin krah, ne kishim si thosh hapësinat e shtëpisë, kurse krahu tjetër t'i dedikohej artit dhe t'ishte i hapur për publikun. Dhe kështu lini me 13 shtator të 2015 Art House si një hapësinë artit me 3 artistë, me një ekspozitë me 3 artistë, Vili Dorti, Pierpaolo Campanini dhe Giovanni De Lazzari. Ku erdhen me qindra vetë në atë ditë. Dhe kjo ishte një sinjal që qyteti ishte shumë kurioz për këtë hapësinë që po ndërtoi në një rrugicë që dukej sikur nuk kishte më shpresë përveç se pallateve shumë katëshe, të kishte një diçka të kësaj natyre. Të nesërmen patëm një takim me tre artistët edhe aty erdhi një grup më i vogël, po një grup më i vëmendshëm, një grup që kishte dëshirë jo thjesht me pa, por me diçka më tepër, me kuptu çka është për te aty në veprave që ishin të ekspozuar, cili ishte rrugtimi i këtyre artistëve, cila ishte logjika, cila ishte mendimi që i kishte shoqënuar ato në ndërtimin e këtyre veprave. Dhe kështu kena vazhdu për një periudhë duke ftuar artistë, kuratorë, njerëz nga bota e artit, njerëz të rëndësishëm nga bota e artit që vishin në Shkodër, kalonin pak ditë, shkonin takonin artistët nëpër studio, shifnin njënin qytetin, hanin dreka darka nëpër vendet të ndryshme të Shkodrës, shkonin te liçeni, te lumi, dhe takonin publikun, dhe banin një takim publik, një prezantim publik, tregonin punën e tyre, krijimtarinë e tyre, eksperiencën e tyre. Më vonë lini kjo dëshira për
të kalu për ta thedhu si thosh këtë marrëdhënie individuale të njerëzve që vinin, të artistëve ose të kuratorëve në botë e artit nëpërmjet dy momenteve të tjera. Njëri ishte ekrani i artit, për cilin folëm, kurse tjetra është projekti Art House School. Art House School vini si një tentativë për me babash një grup artistësh të rinj, kryesisht shqiptar, në fillim me vetëm shqiptar, po shqiptar që vinin edhe nga diaspora dhe nga Kosova, të cilët pikësparit ato e përdorin Art House një hapësinë për të njohur njëri tjetrin, për të shkëmbyer punë që bashin, projekte që kishin, leximet që bashin, filma që shifshin, muzikën që nishin, po edhe dyshimet që kishin. Edhe afeksionet, si thosh, sepse në një marrëdhënie krijon edhe afeksione, krijon edhe miqësi. Patjetër. Por nuk mungonte as debati. Pra ishte si thosh një eksperiencë shkolle, po ku dia nuk qarkullonte nga sipër poshtë, nga dikush që dinte, dikush që nuk dinte, po ishte si thosh një qarkullim horizontal që ndërtoi në këtë situatë konvivialiteti, ku diskutimet më të bukura bashin rreth një tryeze buke, duke pi një gotë ven, duke bërë një shëtitje, duke shku në liçen. Dhe mendoj që në këtë pikë Art House ka pas një kontribut të rëndësishëm për skenën e artit shqiptar, sepse ka mbledh në vite artistët e rinj, artistët, por bëhet fjalë jo për student, bëhet fjalë për artistë që kishin mbaruar studimet, po ishin akoma në kërkim të krijimit personalitetit të tyre. Dhe kemi pas artistë shumë të mirë, të ri që më vonë me kalimin e viteve, si thosh, sepse edicionin e parë kena pas në 2017. Pra, tashti ato janë figura edhe të konsoliduar të artit shqiptar. Por që për shembull vjet, me rastin e 10 vjetorit të krijimit të fondacionit, patëm një ekspozitë në Shkodër ku i ftuam të gjithë. Patëm 33 artistë që erdhën në Shkodër dhe ekspozuan punët e tyre në shumë hapësina, në Art House, tek Muzeu Marubi, tek Galeria e Arteve e Qytetit, erdhëm edhe në Radio Shkodra, ekspozuan punët e tyre. Pra ishte një moment prapë dhe këtë mendoj i bukur për t'i ritaku ato me qytetin e Shkodrës, edhe për t'i balla ato muri taku me njëri tjetrin. Ju bëni një jetë mes Italisë edhe Shqipërisë, konkretisht Shkodrës. Po. Si e gjeni Shkodrën sa herë që riktheheni këtu me dëshirën e mirë për të bërë gjëra të bukura? Një qytet është një realitet kompleks, që thamë edhe më përpara. Shkodra ka gjithmonë është një qytet me drejtëhije. Nuk është ashtu siç edhe duhet të jetë, në faktikisht. Unë nuk i besoj këtyne qyteteve, këtyne realiteteve me lajli lule, këtyne realiteteve perfekte. Kështu që Shkodra është një qytet me kontradiktat e veta, me memorit e veta, me tensionet e veta, me banalitetin e vetë, në farë nuk i mungon Shkodrës banaliteti, por edhe me ndriçimet e veta, edhe me shkëlqimet e veta, edhe me prezencën e njerëzve të thjeshtë, por të mirë, por edhe me prezencën e njerëzve të rafinuar. Më vjen mirë që në javën që ne kishim ekranin e artit, në Shkodër kishte edhe një panajër librit. Sado që një farë mënyrë gjithsekush kërkon me marrë vëmendjen dhe publikun e vetë sa më tepër, dhe nganjëherë njerëzit nuk dinë ku të shkojnë atë një aktivitet që zhvillohet te panajeri i librit apo te festivalet e projektimit të filmave tonë. Gjithsesi është bukur që një qytet si Shkodra pret njëkohësisht edhe librin, bëhet edhe një qendër ku njerëzit takohen për librin, po edhe një qendër ku njerëzit takohen për artin dhe për filmin. Mendoj që në realitetin e Shqipërisë Shkodra ka këtë, është qytet special. Por siç thash, është një qytet edhe me kontradiktat e veta, kanë probleme shkollat, kanë probleme universiteti, ka probleme institucionet kulturore, ka probleme Radio Shkodra ku na jena këtu. Pra nuk është një qytet që ti mund të rish rahat pa një tensionin e diçka që nuk shkon.
Ta shumë bukur është me dritë hijet e veta dhe ku kam mirë sa ky përkufizimi i një artisti. Duke u shkëputur paksa nga aktivitetet që e keni bërë dhurat qytetit të Shkodrës dhe duke shkuar tek aktiviteti juaj personal, individual. Si një artist bashkëkohor keni pasur shumë ekspozita, keni pasur shumë aktivitete dhe evente gjatë karrierës tuaj. Dhe dëshiroja të ndaleshim ndoshta paksa në rrugtimin tuaj artistik. Si nisi dëshira për të marrë me art? Diktuar ndoshta edhe nga babai juaj, por edhe nga mjedisi ku jeni rritur. Unë jam marrë me art që fëmijë një farë mënyrë dhe për fatkeq nuk mendoj nuk kam një moment që them që kam fillu. Nuk e kujtoj moment tillë. Një farë mënyrë kam kaluar nga ato shkarravinat e para tek vizatime disi më të strukturume, tek punimit më të studimore etj. Që e kam fillu që i vogël. Në këtë pikë, mendoj që Shkodra ka qenë për ne një ambient i mirë për tu eduku me atë, sepse të ishe artist në Shkodër ishte diçka e bukur, ishte diçka rëndësishme. Gjithmonë kujtoj një anekdot, ku ishim shumë vegjël, unë dhe Zef Paci, po lushim top, si thonë ajo rrugica përballë shtëpisë Lukajve, që tash është Arka, edhe duke lujt me top në bjen topi nga oborri Lukajve. Atje ishte shumë problem me tratovi, sepse ishte Ana Luka, e cila ishte një studioze Mirfield, e cila nuk kishte dëshirë që njerëzit t'i prishtin qetësinë duke i kërku, duke i rander. Ajo doli e mërzitun, hapi derën, sepse ne po i kërkonim topin dhe sa po na pa tha, artista. Sa bukur. Dhe kjo ide që ti je një fëmijë, unë nuk e dija, isha 8-9 vjeç, në atë kohë ose 10 vjeç mund të kem. Dhe ti tani që dikush të shef me admirim sepse të konsideron artist, mendoj që kjo ishte një gjë shumë e bukur. Një dhuratë që vetëm një qytet si Shkodra mendoj që mund ta japë. Kështu që unë jam rrit me këtë ide, që ti je artist, është një diçka bukur, një diçka që të vlerëson në shoqëri. Po tjetër e kam fillu rrokimin tim si artist në kohën e diktaturës, ku arti ishte edhe instrument i propagandës regjimit. Dhe duhet i qëndroje patjetër ndoshta asaj linje. Nuk ishte rruga tjetër po ishte me shku në burg. Ishte fatur goxha e shumë e drejt për drejt ajo. Por jam edhe pjesë asaj atij brezi që ka sjell ndryshimin në Shqipëri. Ne herë bashkë me Blendi Gonxhin, me Edi Ramën kemi organizuar demonstratat e para, grevat e para në qytetin në Akademinë e Arteve, dhe më vonë në qytetin Studentit etj. Dhe kena pas edhe nëpërmjet artit idenë e një transformimit emancipues që shoqënia mund të marrin duke dhënë hapësinë, duke dhënë frymë krijimtarisë, imagjinatës, ideve, fantazisë. Pastaj jam shkut nga Shqipëria, kam shku në Itali, Kur vendose të largohesh? Kam shku në fillim me studime në 92-shin në Milano. Masi ndroi sistemin në Shqipëri dhe u hapën mundësitë për të shkuar jashtë. Mandej jam kthy në 95-ën me idenë që unë do të vazhdoja të punoja këtu, kam filluar me dhënë mësim në Shqipëri, në Universitetin e Luiz Gorakuç, në shkollën e muzikës. Nuk e gjete dot veten? Po sepse erdhi 97-a. Ndërkohë unë dhe me shoqë u bam prind me dy vajza. Njëra lini në Siena në 94-shin dhe ne u kthym në Shqipëri bashkë me të tjetra lini këtu në 96-shin, po në kapje e vitit të mërshëm. Në 1997 dhe vendosim të kthehemi në Milano. Aty filloi një përpjekje tjetër për një jetesë në fillim për të ambientu në një kontekst tjetër, një qytet tjetër. Tashmë jo thjesht si student, po si një familjar me gjitha përgjegjësi që përgjegjësi më të mëdha. Po aty lini edhe veprime e parë në video. Unë kam studiu pikturë, kam punuar me mediumin e pikturës gjithmonë. Po në Milano
realizova videon e parë e cila nga ana tjetër u ekspozuar në Shqipëri për herë të parë. Në 98-ën, të një ekspozitë e Galeria Kombëtare e Arteve. Dhe më vonë shkoj në Bienalen Venecias në 99-ën, më vonë në Manifesta në Ljubljanë në vitin 2000. E kështu pata një ftesë për një ekspozitë në një muze në Suedi në 2001-shin, ishte ekspozita e parë në një muze europian. Dhe nga ajo lindën pastaj kërkesa dhe ftesa dhe bashkëpunime tjera me galeri artit në muze. Nga ato vite, nga vitet 2000 e mrapa kam pasi një jetë artistike mjaft pasur në vend të ndryshme. Mendon se do kishte qenë e njëjta jetë artistike me të gjitha këto ftesa, ekspozita shumë të famshme ndërkombëtare, nëse do të kishte qëndruar në Shqipëri? Pra është perëndimi një farë mënyre, një derë e hapur që e lidh artistin me mundësitë pafundme. Atëherë nuk është çështja perëndimi si perëndim, patjetër po është prezenca e një sistemi i artit. Pra është një strukturë, është një sistem i strukturuar ku shkolla e artit, galeria e artit, pra tregu i artit, institucionet muzeale, revistat, botimet, është një organizëm i cili është i gjithë në funksion të veprës së artit, dhe artisti është një farë mënyrë të dhaj pjesë e këtij mekanizëm, dhe ajo që Shqipnisi i ka mundu këto vite dhe me gjitha përpjekjet që janë bërë në këto vite prapë një farë mënyrë të i mungon. Dhe si e tillë disa mundësi që mund të krijohen në një vend tjetër ku ky sistem funksionon në Shqipëri nuk janë. Një ndër tentativa që na kena pas me Art House ka qenë pikërisht kjo, me kthy Art House në një pikë ku artistë të ri dhe njerëz nga bota e artit takohen dhe në farë mënyrë kjo mund të shërbejnë si pikë ku artistët mund të njihen, veprat aty mund të njihen dhe pastaj mund të përcjellet, mund të ftohen. Dhe kena pas raste, kena pas para disa vitesh drejtoreshën e Muzeut të Artit Bashkëkohor në Athinë, e cila takoi këtu një artist të ri dhe i pëlqeu shumë puna e tij dhe pastaj e bleu për koleksionin e muzeut në Athinë. Kemi pas raste kur një drejtues për shembull i një programi shumë prestigjioz në Berlin që quhet Video Art at Midnight, ka në Shkodër, ka takuar artistët këtu dhe pastaj ka ftuar që të ekspozojnë në një kinema në Berlin. Pra një farë mënyrë jemi përpjekë që dhe nuk jemi të vetmit për fat mirë për të kohët e fundit, që të krijojmë një rrjet, por me kalu nga ky rrjet tek një sistem i strukturuar duhet akoma punë. Patjetër. Piktura apo videografia i ndan dot brenda asaj që ju jeni si artist apo shkojnë të dyja të lidhura ngushtë me njëra tjetrën? Unë e konsideroj veten piktor, por po të marrësh listën e muzeve që kanë koleksionu punët e mia, ato kanë koleksionu kryesisht punë në video. Janë vepra në video art. Që një farë mënyrë ajo që kam mësu qysh në fillim me eksperiencën time në video është që ti e përdor një mjet sepse ai mjet është i nevojshëm për ty. Dhe nuk e përdor një mjet sepse ti din me e përdor, por e përdor sepse ai të duhet. Dhe në këtë mënyrë ti e njen kur shef atë punë sepse ai mjet, ajo gjuhë me cilën po flet artisti është një gjuhë e nevojshme, nuk është një gjuhë që ai thjesht po tregon aftësinë e tij ose kapriçot e veta manjeriste. Si e tillë mendoj që video arti është pjesë e gjuhës me cilën unë shprehem, por piktura me gjithmonë është një prezencë konstante. I kthesh her pas here apo ka punë intensive edhe në këtë drejtim? Cilat mbasi do t'i shohim edhe së shpejti. Ka, në fjalë mund ta them është një prezencë konstante që her mas here nalet, sepse kur ti merresh me një projekt
për të realizuar një video nganjëherë ai të merr goxha impenjim sepse duhet përgatitesh më përpara derisa ajo të mbarojë. Por edhe rikthimi është i vazhdueshëm tek piktura. A ka punimet të cilat janë më të dashura për ty dhe që bëjnë diferencën nga të tjera? Ndoshta lidhen edhe me një kohë të caktuar, me një gjë të caktuar që të ka bërë të ndihesh disi më ndryshe nga pjesa tjetër. Mendoj që ka punë më të rëndësishme që kanë bajnë me sa ato kanë niku në zhvillimin tënd si artist, marrëdhënien që ti ke pas me publikun, sa ato të kanë bërë të njoftun para publikut, sa ato të kanë dhënë shanse më të mëdha për të ekspozuar në vende më prestigjioze apo jo. Afeksioni më është diçka tjetër. Afeksioni lidhe me punë nganjëherë vjen edhe nga bërësia tyne, jo nga rëndësia tyne. Por ti mund të afeksionohesh për diçka sepse ajo është e brisht, jo se është e fortë, jo se është e rëndësishme. Nganjëherë punë të rëndësishme si thosh sikur e kanë marrë rrugën e vet, s'ka nevojë më për ty, kurse ti ndjen më tepër afeksion për ato që i kanë më pak më të njohuar. Patjetër. Çfarë është dashuria për një artist? Dhe si e njohët ju në jetën tuaj dashurinë më të madhe, bashkëshorte? Bashkëshorte. Ndoshta se po flisë për dashurinë si një koncept përgjithshëm. Bashkëshorten Melisën e kam njoft dhe kjo është një batutë që më basha me vajzat kur ishin vogla. Kam njoft sepse kisha nevojë që përktheja një tekst. Në kohën kur nuk dija italisht. Dhe ishte një artist që unë akoma e du, po atëherë ishte shumë i pasionuar as ti. Është Paul Klee, është një artist zviceran, i cili kishte shkruar një tekst i cili ma kishte dhuru Zev Zorba, poeti, ishte dhe mësuesi i anglishtes. Po ajo ishte në italisht dhe unë doja me përkthy dhe po dija me lexua tekst. Batuta me vajzat është që i them që njohja jeme me mamën ka ardhur nga ignoranca baks. Dhe nëpërmjet si me motër, e cila dinte italisht po përtonte me sidomos me një tekst komplikuar si puna e tekstit të Paul Klees. Nëpërmjet si me motër arrita te Melisa, e cila e përktheu tekstin, por tha shumë i fështirë dhe kam nevojë që të takoj për ta shpjeguar. Dhe kështu lini takimi i parë në qendrën e qytetit studenti, ku takum dhe morëm një cappuccino dhe unë vere që cappuccino e saj u ftof sepse në kohë ajo vazhdonte duke shpjeguar me shumë pasion tekstin e Paul Klees dhe mendoj që ajo ishte momenti që më pëlqeu, ky dedikim i madh i saj. Edhe jemi njoft në këtë kontekst. Pastaj kemi pasaj një jetë ato aventurat tona, rrugtimet tona, vështirësitë që kena nesh dhe arritje që kena pas. Ka qenë mbështetëse apo disi edhe me këmbë në tokë që frenon ndonjëherë për iniciativa që ndoshta nuk i duken të menduara mirë? Mendoj të dyja, të dyja bashkë. Për shembull, me ekranin e artit është ide e saj, është iniciativë e saj. Ekrani pra dëshira, në fjalë ky rreziku që Melisa patni që art house mund të kthehet në një realitet të mbyllur. Mund të perceptohet si sekt. Mund të është njerëzit që mbledhen aty, ajo shtëpia aty poshtë, te bodrumi. Dhe ishte intuite saj ideja që ne të dilim jashtë, të shkonim te qyteti, mos prisim gjithmonë që njerëzit vinin tek ne. Intuit tjetër e Melisës ka qenë marrëdhënia me fëmijët nëpërmjet punëtorive, workshopeve. Ne kemi organizuar për disa vite me radhë, ka organizuar Melisa, dialogje mes veprës së artistëve të rëndësishëm të artit kontemporan dhe klasave të 8 vjeçarës në shkollat e kanë pasur shumë interes. Dhe janë realizuar punime me të vërtet surprizuese nga fëmijë, të cilët për herë të parë kanë një për Marisa Merz, kanë një për Maria Laj, kanë një për Claudia Lozi, për Bora Baboçi dhe kanë punuar
me dy artistët e fundit, me Klaudia Lozin dhe Bora Baboqin, sepse janë artistë aktive, se të parët ishin si këtu artistë nga historia e artit që nuk jetojnë më. Kurse Klaudia ka ardhur në Shkodër, Bora ka ardhur në Shkodër, ka punuar me fëmijë. Edhe kanë realizuar ekspozita vërtet bukura. Fal këtij bashkëpunimi që Melisa ka ideu. Pra, Melisa ka një rol të rëndësishëm edhe në gjenerimin e ideve të reja. Së bashku keni 2 vajza. Si është ti jesh baba i 2 vajzave? Po, bukur është, në jetën time kam qenë vazhdimisht rrethuar me gra. Në shtëpi kam jetuar me gjyshen dhe nanën dhe motrën. Mandej me gruan dhe 2 vajzat. Janë shumë të ndryshme nga njëra tjetra, Jelanda dhe Tea. Jelanda ka qenë gjithmonë një natyrë e mbushur me fantazi, dhe kur diçka nuk shkonte në realitet, ajo ndërtonte një realitet paralel me fantazinë e saj. Tea është gjithmonë me një autenticitetit, me një transparencët, me një vërtetësiet, por që normalisht kur përballon realitetin me këtë lloj njëjit, ke edhe atë momentin e përplasjes, sepse realiteti vjen edhe ai me varësinë e vet. Por me Teën kam pas gjithmonë diskutime shumë të thella, kam pas gjithmonë reflektime shumë interesante, kam pas gjithmonë një dimension meditativ edhe të thellum. Teja, për mendimin tim, ishte shumë afër botës së artit, ishte vogël, ajo nuk donte të bëjë artiste, sepse nuk donte të ishte vajza e dikujt, po donte të ishte vetvetja dhe zgjodhi më shumë kineman. Studioi në Bologna tek Danz dhe mandej në Goldsmith në Londër për teori dhe histori kinemajit. Megjithatë më duket se nuk shkëputet dot nga arti. Jo, po është në këtë dimension pak më shumë tek filmi edhe tek imazhi në lëvizje, kurse Jola vazhdon, si thosh, Jelanda vazhdon në atë botën e vet, gjithmonë ka pas dëshirë të merret me modën, po si komunikuese mode, tash i punon tek Armani në stafin e komunikimit, dhe kështu, pra janë 2 figura edhe komplementare në familje, që njëherë, si thosh, balancojnë disa dinamika. Patjetër. Besoj gjithmonë artisti ka planet e tij, ka projektet e tij. Mund të ndajmë diçka nga ajo që vjen pas kësaj? Projektet projekti kryesor për një artist mendoj është vazhdimësia, dhe vazhdimësia është gjithmonë një proces, nuk është një event, nuk është një moment, është një proces. Dhe si ti ajo ka nevojë vazhdimisht për atë dimensionin rigjenerues, për atë farën që hidhe, që ti pastaj i kultivon, kujdesesh për të, e ujit, i rrin afër. Tash po përgatis një ekspozitë që do inaugurohet në Athinë në nënor, një ekspozitë me piktura. Sa bukur. Kurse kam në projekt disa ndërhyrje në hapësinë publike në Itali, në Pescara dhe në Toskana, dhe një projekt ndoshta për një video të re, e cila do të ndoshta mund të lindë vitin që vjen në veri të Italisë, në Val Camonica. Ju urojmë shumë suksese dhe mbarësi në këto aktivitete dhe projekte që planifikoni, dhe ju falenderojmë gjithashtu për gjitha punët e bukura që keni krijuar dhe që nuk e harroni asnjëherë Shkodrën dhe Shqipërinë. Ishte kënaqësi. Kemi mbritur në fund të kësaj interviste që ishte shumë interesante, kemi treguar shumë gjëra që shpresoj që dhe ju t'ju kenë pëlqyer dhe ta keni shijuar, pse jo. Ju uroj natën e mirë dhe ritakohemi te një të ardhshme.